Pastaj Allah çka tha? Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Edhe Allah në ruaj nga shira të një që frynë në nyje. Kush në ata që frynë në nyje? Ata që bëjnë sihr. Kërësër bashkëpunojnë me gjend, me shejatint, për ta dëmtu një palë caktuar, për interese caktuar. Për interese caktuar. Mirë, po këto sihri të ndërmojnë dhe vëllezër, po në esencë e ka kuptimin e atij sihri që na e dim. Mi bëhet dikujt sehire. Dhe na besojmë në mundësinë e goditjes nga sihri. Nëse kjo është e qartë në Kur'an. Kjo është e qartë në Kur'an. Prandaj mohimi i sihrit është mohimi i Kur'anit. E ka përmend Allahu xhallahu në Kur'an. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajete qarta, argumente qarta. Pejgamberi sa më ka përmend se 7 nga mëkatet shkatërruese çka ka thënë është sihri. Edhe është real. Po më ne real në goditje, real në mundësi të ndryshimit të gjendjes së njeriut. E këtë problematik të ndryshimit të gjendjes së njeriut, qysh e ka përmend Kur'ani? A dëgjuat i fjalën sihr në ata? O min sharri naffathati fil 'uqad. A ledut? A ngu fjalën sihr këtu? Jo se ngut. E qysh e ka përmend Allahu sihrin këtu? O min sharri naffathati fil 'uqad. Nafth, gjë arabe është fryrje e caktuar që përcillet me lutje të caktuara. Nafthi naffathat është edhe i mirë, është edhe i keq. Varësisht për çka dhe me çka fryhet. Pejgamberi kanë yanfuth. Pejgamberi fryn të dorët e tij dhe kënaqë surën Falaq edhe Nas. Në nafthi është i mirë, po është edhe i keq. E këtu thotë për nafthin negativ. Nafth është fryrje me pak lëptim, jo shumë. Që e mesatarja. As i that, as i langët. Fryrje. E kësoj fryrje Allahu i ka thënë naffathat. Naffathat është në gjinin femrore. Pse e ka përmend këtë proces të fryrjes në gjinin femrore? Se ka përmend në gjinin mashkullore. Ka mund me o min sharri naffathine fil 'uqad. Naffathin, zakonisht në gjuhë përdoret kur për shembull janë pjesëmarrës në një proces mashkullt dhe femrat, gjithsesi gjuhën arabe përmendet gjinia mashkullore, ku përfshihet gjinia femrore, apo zakonisht. Edhe shumë gjuhë që ashtu. Këtu nuk është përmend gjinia mashkullore, është përmend gjinia femrore. Nëse e shumë në realitet kush bën sihr më shumë ti? Burrat. Po, magjistarët e sirbazin burra më shumë se gra. Bashkëpunimi i tyre me shejatin është më i madh e burrave. E pse është përmend në formën e gjinisë femrore naffathat? Për dy arsye ka dhënë dietarët. E disa tjera, po dy janë kryesore. E para është për qëllim shpirtrat, arwah. E në gjuhën arabe fjala shpirt dhe nefs është në gjinin femrore, në aspektin kuptimor, jo në aspektin real. Po kuptimisht e ka trajtën e gjinisë femrore. Prandaj është për qëllim shpirtlikësia e dikujt. Do njëri për me bëu këtë punë tilla, duhet në shpirt i lig me kon, shpirt me kon i keq. Çata bën tillë apo? Nuk është për shembull veç diçka e jashtme. Për shembull për të vëllezër, dikush ka mundësi rastësisht këron konflikt me të dhe ka plas shirrin me sy të dyve. Ka plas për shkak situatës nështë ta, për shkak të tensionimit momental, po jo pse duhet të jetë lig. Jo për çata, s'o më thon se jetë lig. Ama sihrin pakun i lig s'e bën. Do të fort i lig me kon. Për atë Allahu xhallahu ala ka kërkuar që ne mësojmë me krumbën nga shpirtligësia e njerëzve të këqij. Nga sa ata bojnë punë tilla të 52-ta. E shpirtligësia nën kupton fetarisht zhveshin nga besimi. Do në duhet më zhvesh nga besimi me kon fort shpirtlig e dikujt keq me bua. Kërë që në esencë, magjistarët nuk ka mundësi me kon besimtar. E pa mundësi është. Nga se kushti i pari i bashkëpunimit është mohimi. Edhe përdosja fjalës Allah te barekutan. Nuk guxon me met një trofis një kri në shpirt sirbazit, e s'do me bashkëpunë me shejatin. E pa mundësi. Nga se qajo pak fisnikri është dritë, i verbën sytë e shejatinëve. Do të krejt me terravë, krejt terrave.
kur këtë të rraf tash veprim. Ama një pikë dritë hindikun, s'pranohet. S'mune më ardhë të ti. E pa mund s'masht. Një pikë vizë më kon, këtë me kon terë. Terë në qka kuptimi? Ju me perde. Po terë në kuptim brendshëm. Duhet ti ersohet zama krejt. Ti shveshët krejt nga besimi. Nga çdo dritë e mund shme Allahu të marrë duhet fikët. Që pastaj në këtë ersirë ta menaxhon e dominon zemrën e këtij shpirtligu, i cili pastaj shndrohet në argat të shejtanëve, mi bu keq dikujt atë. E kësi ka fatkeqësisht. E nga që kjo shpirtligësi, Allahu ka kërkuar që ne kërkojmë mbrojtje. Kjo është e para pse ka në gjinjë femrore. A kuptuat? Për shkak se shpirtligësia është për qëllim jo veprimi, nefthi kush e fryn. Po shpirtligësia, burimi i kësaj fryrje, e ky burim është zakonisht është i përmendur me gjinjë femrore në aspektin kuptimor. E dyta, nga kuptime që ka dhënë dietar është se në tërsin e të goditur nga sehri, shumë ma tepër ka gra se burra. Goditit ma shumë. Për shumë arsye. Prandaj, kjo nuk duhet me kriju panika as frikë, por duhet me kriju një filloj vetdije që të kenë ma shumë kujdes e ndbrohen nga këto çështje, për shkak se te gratë fatkeqësisht ka ma shumë zili, ka ma shumë përgojim, ka ma shumë domthonë çështje të lakmisë sesa që ka te burrat. Burrat i kanë dëgjuar vetat, si nëse ata me laçe, po domthonë që nga aspekti ku shejtan më le deportojnë, te gratë gjojnë hapësirë më lehtë. Pastaj natyrshëm ngruhesh më e dobët, sesa burri, natyrshëm. Prandaj edhe ata lipin dobësit për deportim, ku gjojnë fort nuk mund me deportu. E shumë arsye të tjera. Prandaj ka në fathat. E fryrja në qka fil uqad? Qka është uqad? Aqd në gjënë rabë është nyje, uqad një nyjet. Qka në kuptan? Ata dohon sarë të bojnë shirën, lidhin nyje. Në që ati që du mja bojnë shirën, me e lidh në qëtit saktuar. Ose me e lidh me dikan, ose me e lidh nga dikush. Ose me e lidh person me person, dhunë shumë, ose me e lidh, mësë me kone e lirë, me pas raport normal me dikën, sikur se ka në Kur'an, esenca e aktivitetit djallëzor, kuptim të sehrit është ndarja e burrit nga gruaja. Kjo është fatkeqësisht aktiviteti ynë kryesor, po nuk është i vetmi. Prandaj nga këto fryrje që bojnë sherr, ne duhet Allahu më kërku na mbron. Edhe fjala uqad në fathat shpërfaq një falloj situatet komplikume. Që ka e komplikume, o ka të lidhë me nyje disa. Për shumë, pejgamberit, atësëm i është bësejt në 11 nyje. 11 nyje ka lidhë pejgamberit, 11 nyje ka bësejt në. Ajo është çështje domosht që të regon djallëzin, të regon domosht poshtërsin e të tillëve. Andaj, të regon që ta dhe edhe arabisht, çështje të komplikume, të shjetojnë umur muakkade. E komplikume është shumë ollaftë. A është sihri i komplikum? I komplikum është në aspekt në procesit, po ju në aspekt dhe e rënimit edhe eliminimit. Për Allahu Gjellë pra thëtë, sata që ka shërri ma khalek që nuk e dini, sata që nata bjen e rësën, sata që e komplikum është çështja e bashkëpunimit me shejtan, sata që është e komplikuar çështja e lidhjeve, kjo tek Allahu kur gjës prish. Tek Allahu kur është komplikon. Tek Allahu kur gjës vërgjëson. Tek Allahu këtë është e letë. Prandaj, komplikimi është nga një aspekt, dërsa nga një aspekt është shumë i thjeshtë. Leximi i Kuranit është ai që i shpartallon këto nyje. Bashkëhet me Allahu xhallahu i shpartallon këto nyje. E tjera që mund të ditë për këtë çështje, nuk mund të zgjerojmë dash këtë temë për shkak se jemi në surën Felek si tefsir.